Çfarë sa ka mujtë më ndryshu? Ka ndryshu kush është me kom hek një statut që ka qenë jashtëzakonisht, domethënë i dobët. E jo mundu me bën më të mirë që është e moçme. Edhe këtu nuk më kanë lënë kreditur të lira, po sa kam pas mundësi, kam ndryshuar. Është një statut koxha modern. Pastaj janë bë krejt s'ka pas as rregullore disiplinore, s'ka pas as kod disiplinor as një, domethënë shumë pak ka pas. E kemi pas të gatshme na, mostrat e kemi pas për UEFA-s pa FIFA-s veç nuk ka ditë mi kërku. I kom kërku, i kom bën bashkëpunim me UEFA-n, FIFA-n një bë. Janë çato rregullore që parashikojnë çdo çan. Tash janë është që i vendosën. Kur ja kom dalë me kritika, pastaj unë ja kanë nis respektojnë lojtarë shumë më shumë, klubet shumë më shumë. Për shembull, viteve të kaluara klubeve nuk ju ka dhënë buxheti çysh e kanë pas të alokuar të solidaritetit nga UEFA, si vetë ju kanë dhënë, mas se kom dalë. Lojtarët e kombëtarës respektohen më shumë, respektohet dinjiteti i tyre. Nuk ju përzihen më në punë, i lajnë me veprua dhe kemi rezultate. Mendoj se kjo vesh unë shoh nga vështrimi, mund të mos me pa. A mund sipas teje me na penalizu diçka që ti ke mujt me rregullu edhe nuk tu ka dhënë hapësirë që këta djemt mos me bujt me bëni kvalifikim kampionat evropian apo botror. A mund me kona ja? Mendoj që ajo bëhet që thave Loriku. Po, e përmendni Loriku. Që merr vendimet një person normal që ti mundesh me bëj gabim. Apo jo gabime të shumta. Po se ai duhet mi pas këshilltar aty. Kemi pas trajnerat, na ata trajnerat s'kan pikë qiell, dikush i ka bërë aty, apo ne. Edhe në faza kritike, është çfarë që trajneri e fundit kush e ka emëruar? Po, për çfarë, po shumë gabime ka pas. Në herë kur ja dhëta Ukrainë. Unë edhe çto dush me vendos organet që pasi se mundesh me bë gabime, nuk ka patjetër se kur loj penallin. Ta penallin e hu. Po gjona që ndodh. Po duhet me pas analizë, duhet me përgatit grupe, duhet me konsultu drejtori kombëtar, duhet me konsultu sekretari, duhet me konsultu drejtori teknik. Pjesa e buxhetit se na intereson të gjithëve, është me interes. Po çfarë të shkruajmë, diçka lëzëm atë. Kush? Atë në telefon. As ka. Ja, s'ki çore pa u çumë qysh, tash ti kush të shkruash ka të shkruaj. Hajde që u merr telefonin, pa kam. Po, çmë. Jo, kishim aplikacione, veç apo të shkruan dikush. Jo, hajde kështu. Diçka që nuk ke të kështu telefonin. Jo, me saktë. E drejta privat. Ja, telefon, vetë shkruaj. Ja, problem. Ku folje. Mos vjen ku. Ja, po. Tash kush më shkruan? Apo shkruan dikush, se më kështu telefonin. Po. Apo jo kush 10 minutë. Po kush jam të Psikolog? Qërë transparent? Kush jam të venu? Kush jam të venu? Po ti to kse e libe telefonin, kush po të shkruun. Po të kush po të pyetje. Unë kush po të shkruun? Jo, kush po të dishëm. Jo, kush po të martuara të jap informacion dikush, është gjë normale, lejueshme. Ja, diçka, po se s'u vete për ata. Se në avokaturë na ke jurista si. Po ti s'u vete për ata. Po më shkruaj ti me caktuar sa ja, po më shkruajn. Ti nuk e çfarë që kjo ç'është ç'është, është shumë normale. Për ata, po nëse tash kush po situatë pe ka. Ti mundesh me thonë kërkosh se të më shkruaj në rregull është. Jo kërkosh hiç. Unë çfarë? Ti ta ka të më shkruaj ti në rregull. Po, do kodin ta kallzoj. Mundesh edhe mas telefonin. Ke telefonin, ke dyshimi i arsyeshëm se po të shkruan dikush. E të pyeta kush po të shkruan ti. Gruja. Nëse ke interes me lezu shka më voli me gru, Jo, absolut. Unë me mundohu na me qenë sa ma konstruktiv se është një interes të përgjithshëm. Nuk ka të baj me dajnë si individ, apo me atene, apo me atene me këtë. Jo interesi ta mu kisha najta. Ti përmende pjesën e buxhetit. Edhe unë e marrë shembull Shqipërinë edhe rajonin në përgjithësi se si janë zhvilluar në aspektin e infrastrukturës spori.